Mirëmëngjesi, dashur televizionistë të Klanit, dëgjues të radios Klanit 92.9 FM. Ju përshëndesim të gjithë dhe në këtë mëngjes, i cili ka gdhir, sikur se shikoni mere, dhe është goxhama ngrohtë, po goxhama krahasuar me dje po sidomos edhe me pardje dhe parë dje, temperaturat janë ngrohur goxha dhe kështu parashikohet të jetë edhe një 2-3 ditë për të rënë përsëri me kismet. Do të thonë se parashikim është, nuk i dihet, po që ulje ngritje. Me sa duket janari kështu ka për qenë ulje ngritje. Të dashur miq, ne sot jemi e premte. Po, data është 16 janar 2020, e 6 eksakte, ora është 7 pa pak sekonda. Dhe si çdo mëngjes tjetër mos harroni dhe nxitoni dashur miq, një orën e parë për të prenotuar numrin tuaj në 069 40 41 003. Cila është tema për ditën sot, për çfarë do të flasim sot? Sot do të flasim për komshiun tënd. Për komshiun tënd, po. Gruaja, dëgjoj pak, gruaja kërkon burrit të zgjedh mes saj dhe nënës tij, pra nënës burrit, pas disa cicmiceve që kishin mes tyre. Tani, pavarësisht çfarë kishin, mund të ketë drejt gruaja, mund të ketë të drejt vjera, s'ka rëndësi fare kjo. Po pyetja është kjo. Pra zgjidhi thot, gruaja thot, o mua o nënën. Dhe kjo është një kërkesë e padrejtë apo është një kufi i nevojshëm që duhet vënë? Pra mendoni në të sens, nuk ka rëndësi për çka kam bësher, s'ka rëndësi fare. Kur gruaja thot burrit, o mua, o nënën, kjo është një kërkesë e padrejtë apo është një kufi i nevojshëm? Më pastaj, kapni thelbin, pra, e rëndësishme është kjo pyetje. Po doni ta zgjasin sepse hapet tema pastaj dhe bëhet tërkuz. Por thelbi është ky. Kur gruaja, pavarësisht sherreve, mund të jetë i rëndë, mund të jetë i lehtë, i thot burrit që o mua, o nënën, kjo është kërkesë e drejtë, apo është një kufi i domosdoshëm, apo është kërkesë e padrejtë? Hajde gjeja. Me këtë pyetje, domethënë, nisim programin dashur miq të ditës së sotme, duke mos harruar mbi gjithçka, për të falenderuar Zotin i cili na zgjoi edhe sot. Mirë. Mirë. Kush jeni nga Prishtinë? Ne flasim nga Durrësi, tjetë. Po kush jeni ju? Mirë. Jo, kush jeni ju, thash? Keqe. Unë jam. Më vjen keq dha për të dëgjoj. Telefonata tjetër, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Unë jam Lindita nga Durrësi. Lindit si je ti? Mirë, faleminderit. Me shëndet si ke qenë? Mirë, faleminderit. Qyqyrat, ha me Lindit? Më pëlqen shumë temat për të cilën keni zgjedhur të diskutoni sot. Bravo, ju lumt për emisionin. S'është një punëtori e madhe, ta të punë kemi, s'kemi një punë tjetër. Më vjen keq sepse unë jam e punësuar në administrat, edhe nuk mund t'ju ndjek, largohem në këtë orar. Ikën ti, e kuptoj. Sot jam pushim, po kënaqem duke ju parë. Po pushim çka ka sot? 16 janar është pushim? Po ja, pushim na van pushim sot kështu na. Ditë pushimi, kështu na thanë edhe pushim. Ditë pushim? Kyqa? Po edhe unë nuk naqam. Dëgjoj. Unë jam 50 vjeç dhe jam në mes mosh. Dhe mua nuk më duket normale fare që një bashortë që vër kufi bashortë të tij. O mua, o nënën. O mua? O nënën e tij. E marrë vesh. Pra se nuk është normale kjo. Po më shko vendos edhe kufi. Më fal, nuk duhet të ekzistojë, megjithëse ka lloj stresash. Prandaj po them. Por kjo është jashtë normales, unë kam fëmijë të rritur të shkolluar, kam bashortin, kam edhe vjerrën brenda në shtëpi. Po mirë, se shiko tani. Kurrë, një bashort ideal din ta gjej shumë mirë rrugën dhe mënyrën e kuptoj. Të komunikimit se si duhet. Vetëm mos harroni që mos u nis nga vetja, se ajo nuk mund të jetë si ty. As ti si ajo. Pra vjera që ke ti nuk mund të jetë si vjera saj. Dhe ajo vjera që ka ajo nuk është si vjera jote. Pra nuk ka rëndësi me dhënë shembullin personal që ti jeton me vjerën e me këto. Në rregull, ti e di, ajo është puna jote. Duhet të tërhiqemi neve që jemi më të logjikshme, sepse brezi është i thyer. Brezi mosha e vjetër. Çfarë do të thonë më të logjikshme? Duhet të jemi më të zgjuara, më intelektuale, të tërhiqemi në momentet që duhet të tërhiqemi në komunikim. Më kupton? Po pse duhet të tërhiqet më? Po,
si do bësh me një moshë të thyer që është tek 80-at. Zemra, po ti kurinia, ti po çfarë po familjen? Jo, ja këtu, je prapja me ty, bashkëshorti ideal, nuk din ta lëshoj as maman, as gruan. Din ta gjej urën e komunikimit, pare mirë midis të dyjave, balancën. Me balanca, dakor me bashkëshorti është në punë, çfarë thotë? Ku e di e balancën? Ku merr vesh këtë? Ne bëjmë fjalë po na mbledh familja dhe kur bashkëtojmë. Nëse puna është me folë realisht pak me parim në rregull jemi ne. Ashtu si shtu ti, në rregull je ti. Problemi është ndodh për ditë pak kështu, dakor? Mirë Gjan, nëse është mendimi yt, pa diskutim, respektoj. Po, kjo është mendimi im që nuk është normale, nuk është normale. S'është normale. Mirë Gjan, falenderoj shumë për telefonatën. Emision të mbar. Gjithashtu. Ne vijojmë. Aman, vetëm mos na lexoni fjalë të gatshme në Google, të keqe. Se to janë të lodhshme. 069 40 41 003. Never say goodbye. Se kënga që sapo ta vendoj që. Me telefonatën më mëngjesi. Faleminderit. Kush jeni nga Prishtinë? Albania. Beno. Një fund javë sa më të mirë. Çfarë të vi fund javë ja, po. Unë mendoj që ajo gru ka vot për burrën, jo për nonën. E qartë, pra ti i parimi që s'ka punë nona aty, vetë se burri. Pra një sekund. Nona nesër ka për det. Lartë qoftë. Jetën e ka me burrin. Kuptova. Pra është marrëdhënie interesi. Kështu sa mund. E kuptova. Domethënë ti mendon që e gjitha kjo që thua ti është marrëdhënie komplementare? Normal, do të rre me burrin, jo me nonën. Jo, dakor. Nuk ka shkojë gru për nonën, por ka shkojë për burrin. Kuptoj, po. Marrëdhënia është komplementare në këtë rast. Për burrin, bra. Jo, mirë për burrin e mora veshun. Është komplementare në këtë rast marrëdhënia. Marrëdhënia është jo për nonën, për babën. Pra është komplementare. Po. Në rregull. Çfarë mendimi ke për diskursin publik? Unë kështu mendoj. Jo, po për diskursin publik? Unë nesër martohem. Çfarë ore më? Jo me dhënien e Olga. Në çfarë ore martohem? Nesër martohem. Në çfarë ore? Jo, bie fjala. Bie fjala. Nesër se martohen. Nesër do të martohem. Po. Unë nuk martohem për nonën e për babën. Ajo mund të martoj nona baba. Po ajo femër vje për mua, nuk vje për nonën e për babën. Po, shef gjërat veçanta dhe ty, po. Nona baba ka për vdek. Në ka për të rritë jetesën e jo. E qartë. E qartë. Ose me kalamajt. Po. Tani, Beni, ty të shqetëson diskursi publik? Më shqetëson, paka shumë po. Qartë. Beno, i shumë i këthilët dhe, edhe rofshin amore. Alde të arrit sa mami. Suksese. Telefonata e mëngjesi. Mirëmëngjes. Të gjë mirëmëngjes. Edhe një po. Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Kush je? Me Aldo. Po, urdhëro, fol. Folni. O, zemra, fol. Po ja, po është i lidhur me një tjetër. Alo? Mo, zemra është i lidhur me një tjetër. Dëgjoj tani. Alo? Mo dëgjoj me telefon me shpirt, jo me televizor, se vjen me vonesë. Okej. Ju vjen. Okej. Të flas. Dëgjoj, në lidhje me temën. Po. Unë jam nga Pogradeci. Po të thuaj, Shpresa dhe, do me thënë, kjo temë më përket edhe pak mua, për punën e vjerës. Pse? Është, po thoj se njësoj. Unë kam qenë nusja e madhe dhe jam martuar. Jam martuar më përpara dhe... I martuar më përpara? Bravo. Nusja e madhe. Pastaj, mbas 2 vjetësh erdhi nusja tjetër. E vogla. Okej. Ajo e poshtë. Erdhe e poshtë, po. E poshtë. Jo, se nuk është për qeshur, ha? Bravo, e gjite. Pa e gjita unë, ha? Dhe si përfundim, kjo nuk e deshte vjerën. Kjo e vogla. Kjo e vogla është nga Skopska kjo. Po s'po thëti nga Skopska.
Stropska, është një fshat aty nga Pogradiç. Që po duk se Ilaç Stropska, po. Dhe sa unë jam nga Starova. Ti e të Valerë, ti e fshati i Ballisëve, po. Bravo, i Ballisëve, i Belerëve jam unë. I Belerë, po. Bravo, dhe si përfundim, neve ram në dilemë, rajmë shoqë, sepse kjo nuk e deshte vjerën, jo, i thoshte unë nuk e duaj. Kjo nusja vogël. Bravo, thoi ti mbajnë të gjata, do me të mbajnë të aguante asë. Po. Nusja vogël, thojnë të gjata. Nusja e vogël. Thojnë të, se ishte moderne. Po thua për duart, o jo? Unë faktikisht i thashtë tim shoqi që... O, Fredi, më falë, edhe njerë, si kështë emrin? Unë, shprejsa. Shprejsa, më të gjo pak. Po, të dëgjoj. Ta bëjmë dialog, jo monolog, më kupton? Okej, dialog, po pati. Tani, kjo, kur thua thonë të gjata e ki fjalën për duart? Për duart, thojnë, nuk atuante, do me të nuk e të bregatitur që të mbante shpi, e dhirë. Donte qefin e saj ajo. Nga ishte kjo si kështë emrin a Ilaçi, e i fshatis? Nga Stropska. Stropska, po. Ti ishe nga Starova, po, që ti dajmë. Unë nga Starova. Tani, kjo nuk dite, një sekund, kjo nuk dite të gatuante, apo s'deshte? Po, nuk deshte. Nuk deshte me vjerën. Nuk deshte, ishte e pa mundur. E kuptoj. Pa, si përfundim, ra im shoq në dilemë, se ishim bashkë aty, ra në dilemë dhe... Ra në dilemë buri. Do me të për ta marrë, kurse... Pra buri po mendoj, e kuptova. Po mendoj, dhe thirën edhe Dajot nga Elbasani, për të qeshtë... Tani, një sekund, Dajot ç'deshën nga Elbasani? Deshën i thiri vjera, që ta mbanja unë vjerën. A ta mbajti vjerën dhe vendoste Daja për ty, e kuptova. Bravo, ta mbante im shoq. Lërë e mora vesh. E mora vesh, po. Dhe si përfundim, erdhën Dajot dhe vendosëm e mbajtëm ne. Pra, unë faktikisht... Na me shpresa, unë blodhë byroja e fisit, apo jo? Bravo, unë blodhën dhe diskutuan për ta mbajtur i madhi. Okej, unë faktikisht i thash, dëgjoj i thash, nuse ajo, nuse unë i thash. Ti shpresa, ti e dije shumë mirë që ajo se mbante, për e the ka cilet. Po, bravo, mirë, nuk e mbante ajo, pati. Po që jeni uve, ha? Dhe si përfundim, e morëm. E morë vjerën, po shë e shkreta gjuna. Gjuna, ashtu është, e kishte nenë, dhe sot e kësa ditë e them, bëri shumë mirë. Mirë po... Tani, vjera ronë, apo... Jo, vdiq, ka. E hoqë gjapë. Ka mund të kuptoj. Nja 2-3 muaj ka bekur a 4. Po që e bëre? Se, dëgjot ati. Mirë po më përpara më vdiq vjeri mua. Po pas e marrë me radhë, ha? Jo, më vdiq të Më thoj bravo që vdiq vjeri, se s'ka kuptim. Vjeri vdiq më përpara. Po që e bëre? Buri më vdiq buri. Vdiq buri? Mirë po, më ka vdiq buri. Po pse? Po, vdiq nga mushkrit. Isë murë nga më shkriti. O i shkriti, se gjynaf. Dhe si përfundim, neve tashi kemi bërë një gabim fatal, se... Qa gabimi ke bërë? Bëm gabim fatal, se në atë shtëpi, ishim 3 kuror në atë shtëpi. Po tani një sekund, vdiq buri, po vjera ku janë? Vjeri vdiq, më përpara vjera vdiq vjera. Do dhe i barove të 3, nuk kema asgjë. Apo jo? Asgjë. Po tani ti qa bëna? Ku duha të dalë unë? Ku do të dalë? Ku duha të dalë? Tati unë duha të dalë këtu. E vogla? Të nusja e vogël? Bravo, në nusja e vogël. Në nusja e vogël dhe ne kunata, edhe ato. Dëgjoj tash. Shtëpinë, kishim një shtëpi. Dhe na zuri privatizimi në atë shtëpinë. Kush të zuri dhe njërë? Na zuri privatizimi. Si zuri? Po, e privatizuat, po. Bravo, e privatizuam, dhe si përfundim unë e pagova dhomën time, vjera e pagovi, edhe kunati e pagovi. Vjera shkret kër ishte gjallë, Bravo, ishte gjallë dhe. A përqej kur thua bravo, po. Dhe dokumentat të gjitha i mbajti vjera. Ajo? I mbajti vjera. Do me thënë, im qefi. Unë i fasim shoqi, unë i fash ore. I fash po ne i vendoj një dokument që pasuam atë shtëpi. Bravo. Bravo, sa bukur. I ka vikua dhe kishte një besim të jashtë zakonshëm në jema. Ky, i buri? Buri, po, unë i ka gjithmonë. Ore, shikoj njërë shtëpinë. Se do në linë se në atë kohë, e mora unë vjerën, kisha mundësira që t'i iknja. Me një shtëpi. Dhe me gjitha te unë prapë. Po, lëre me të ti, po, o shpresa. Urdra. Ti a e nga Starova, ti ha buk veç me zemar. Lëre tani, ti ha buk veç. Ajo nga...
Ajo, tani më fol pak për të voglën, se me këtë kam i natit. Bravo, kjo e vogla ti për fundin në Greqi, jam në Greqi këta. Në Greqi kjo, keme thonjë që, ha? Dhe edhe shikonin vjerën, i sillnin për të ngrënë, do me thënë e morën kalan nga brenda këta. Më shpresa. Urdhra. O si e zinte gjumi të nusen e vogël, kur shifte vjerën ashtë. Pa ha me aman, bravo, kur thot bravo. Po e kam si shprej këtë bravo. Jo, di edhe ne kështu i themi. Dhe, dëgjo tash, e lezeshme, se im shoqë u sëmur. Po shumë e lezeshme që u sëmur, po. Shiko, edhe vajti në Sarobë neve, se aji nga që ishte i sëmurë, jo, ti të kanullojmë historit, unë kam një shtëpi private në Sarobë dhe e mbajta atje. Ti ke shtëpi private në Sarobë? Po, kam shtëpi private në Sarobë, e kam të nenës time. Po, një private kanë gjithë, se kanë shtetërore, po. Okej. Ashtu është. Bravo, më thodi një bravo, po. Si përfundim, im shoqë vdiq. Dhe këta i kishin bërë dokumentat, i kishin reguluar. Po, dëgjo. I kishin reguluar që pak. Zemra, më dëgjo pak. Ta shtym qik bisedën se du të baroj në orën 6, zemra, se kam një qere në punë. Dëgjoj mi, pra vdiq vjera shpëtove. Unë nuk shpëtova. Ajo nëse a vogre e postra, ajo. Bravo, ajo e postra. Kam dhe një pyetje të fundit. Po. Ajo ishte e postra sepse kishte thonjt e gjatë apo qarë? Ajo ishte e postra sepse ajo, do me thënë, e manipulovi vjerën me ushqim ka, me gjëra, me bëdhave, që ja morën shtëpinë. Do me thënë, shtëpinë që unë isha atje, të ka marrë shpintimi. Bravo, lërë, më thëtë tani bravo këtë fundit. Më mori shtëpinë dhe më unë të ashisote e kësa dite jam rrugëve. Jam rrugëve në Tiranë me qira. Sepse ku nati, kur ti qira, edhe unë nuk i vajta, nuk më najmërua. E kuptova, maserove shumë qartë, e kuptova. Po, bravo. Rovë shpirti, faleminderit që na more. Asnjë gjë, faleminderit dhe juve. Të ruani kujtimin e mirë të vjerës. Rafsh. Të shpia iku. Hajde, se bërë, në reko. Të marim furim. Telefonata një gjesi. Apo s'kemi gjë? Ishte qashtu. Me Angelin, po, Angeli. Kishim një bised pak të gjatë, po ishe shumë shu. Konstruktive. Jo, ishe dhe temi centrifugale gati, si bised. Kështu që kemi shumë nevoj, jo thjesht për një pauzë, po një pauzë pak për të gjatë. Ja, Aldo, kështu do filloj me lajmin e parë atë. Që ka të po kështu janë gjithë nuset në koqë përgatit, po. Pak lafazan, Aldo, na karakterizon. Mos u ngatro, do që pa të ndej. Valaj po, Aldo, një cik. Jo gjitha, se po si një gjitha, bre, dhe që s'ka përkes. E kam pak me dëshirë pjesë në komunikimit, Aldo. E marrë veç, për qatë thonë dhe shpisë tënde, për shumë, kur fjalla vjen për martesën, kur vi vafti. Mos u ngatro këtu në Korçë, po shifë në një andi nga Tirana. E thonë, vërtet. Se dhe mami babi im janë marrë aty për aty, do më thënë, ma thonë gjithmonë, ja. Marrë. Ma thonë, po e vërtet. Pse që ka dhe qupa shumë mirë nga Korçare. Po pa tjetër që po. Kotë, më thoshë francezët, o Korçare dhe qëfare? A ku që thoshte, për du të ishë? Kotë, edhe kënga nuk ka dalë kotë, po kënga në të kotëre, po, unë është, Ure që bëjnë në Tirana, qa bere ke? Në Tirana do rikëthejmë në Tiranë në një kopës privat, në zonën e Izberishtit, i cili po përballet për 3 ditës Aldo me problemen e ngrohjes. Pse ka probleme? Po, 3 kondicionerët aty Aldo janë prishur, dhe patjetër që fëmijët nuk kanë se si shkojnë në këtë situatë që ka shumë të vështirë. Normal. Dhe prindrit të gjithë nuk po i çojnë fëmijët, po thuaj se kopshti 3 ditë Aldo ka qenë i mbyllur. Sa të rregullohet, po, tjetër? Sa të rregullohet për të rikthyer të normale. Panor në zonën e Alliasit, po ankohe në mungesën e ndriçimit. Ndriçimi nuk ka ndriçim në Alliase? Po, sidomos gjatë orëve të natës. Janë në prishur Aldo disa nga fenerët që ndriçojnë rrugën atyre dhe pritet tani kanë bërë një ankesë. Por pritet që të sistemohet, rregullohet edhe kjo problematikë. Kush e ka bërë ankesën? Banorët. Ka shkruar shumë me shkrimdore. Një ankesë, po, kështu me shkrimdore, por kërkojmë që të zgjidhet. Mirë. Ka raste që edhe janë zgjidhur. Iku, tjetër shoku, jepi me gaz. shpresë. Njëri në Paskuqan Aldo,
shëtrim të banorët me motorin e tij. Iriu duket se bënte këto manovrat me motorin e tij dhe patjetër që ka shkaktuar kështu ankth tek fëmijët. Ti kanë mes Tiranës së Burtit tu Baskuqan. E vërtet, Aldo, e vërtet, të papërgjegjshëm edhe bëjnë këto manovrat. Ti më duke duruar më shumë. Por shqetësim ka ndodhur edhe për sa i përket moshës së tretë, Aldo, cilët jo vetëm janë në zemër. Rrezikojnë jetën kështu, por patjetër nuk e bën mirë edhe për të përgjuar ato zhurma kështu. E kuptoj. Dhe për ta mbyllur, si mi vonë. Mbyllur Aldo, makina e një poti të taksive pothuajse është fundosur në lumin e liçenit të parkës, Aldo. Po bëj një reklam në liçenin e parkës. Po xhironin aty, duke ditur që kanë dashur të kenë një background nga mbrapa pjesën e liçenit. Dhe ka qenë një kompani taksie. Makina është fundosur për shkak të lumit. Atje kanë qenë banorët ata me kavo e kanë tërhequr dhe e kanë shpëtuar se vallai dhe mund të fundoste. Mirë, figurik shtriun që dhe dëgjoj çfarë thon prindit, ore. Patjetër. Okej. Hajde, suksese. Me telefonatën e mëngjesi. Buongiorno, mëngjesi Aldo. Buongiorno, kush jeni juve? Jam Blerina Aldo, jam në raport edhe. Shqyr ky emisioni jot. Je me raport për çfarë? Bëra aksident Aldo. Aman, jam në shtëpi. Edhe ju sa shpejt jepni makinës me zemër. Po jo, Aldo, jo. Po si? Jo. Jo, me ra muaj, jo, se edhe një të keqe. Po. Me dëme shumë? Makina nuk ka shumë. Po e me vare makinën, po them për ty. Si që është makina, unë falenderoj Zotin. Si që është makina, falenderoj Zotin. Po ti ku dëmtove? Unë dëmtova mrapa qafës dhe shpatula. Që pasi shpëtu mirë, pëse su? Po. Që ke përbo halë? E bona mram, si që ratë e mirë mram. Mirë e bona. Tani? E Aldo për temë. Për temë. Tema shumë e bukur sot. Po leje, ba lëmizi. Për këtë temë, për këto të rritë sot nuk flitet fare njërë. Jo, s'po flasim për të rritë. Ti pa flet për kohën, mi fjalë për kohën për para. Jo, me unë për pardje, mi zemë. Gjo, unë them kështu, që ajo femër që thot, bën këtë lloj zgjidhje, unë them që nuk është normale, që të thush o nanës se ime për i gjenë nanët, për i gjenë vetë rrugë zgjidhjet, për rrim vetëm i mene, nuk ka nevojë. A kuptoj. Ajo, e kupton, se nana tani, unë për shembull kam 3 djemë. Zdu unë që të rri me 3 djemë, do thush ti pse. Nuk desha të rri se ka fjalë, ka gjana, gjithë. Kere hadin tatë. Kam rahatin tim. Fund javë i kam këtu, vi. Lëre, e mora. Hajde me pak që kam shumë mirë. Mirë, zemër. Okej. Kur të plakëm, se di. E qartë. Mirë, Gjarë. Nëse të shkura i herë se këtu jemi, bëjmë prapë mua vetë. Mirë? Do bëjmë neve se unë kam raport, do marrë prapë. Sa ke raportin ti? Raportin si mas avokatit më ka thënë 45 ditë desha ta marrë atë që... Po ti ke marrë raport nga avokati po nga doktori? Jo, nga doktori, avokati me kalë... Mirë, në rega. Nëse bo mirë e masanik, hajtë se këtu jena. Hajtë pra, hajtë. Shku me zemra, gjithë të mira. Shumë pak të dashëmi që këshu publicitet për të rikthyer për sëri këtu në studio. Nuk vënojmi. Në një mëngjes të tillë të dashur miq ku njerëzit gdhihen kështu si nga ato që tironësit i thonë ma fëmur. Shifni kohën, por e rëndësishme është të shifni pak presionin atmosferik. Është ai që ju jep nostalgji me kokën, nuk ka fajin koha. Po, desha të duroj njërë, përshëndetje njërë. Përshëndetje, 2 herë. Për nënën, edhe atë emisionin që ke për nënën. Jo, s'ka emision për nënën, është Venusën e Vjerën. Jo, për nënën emisionin, për Venusën e Vjerën. Venusja me Vjerën kanë shumë kontrata të mira. Kanë kontrata? Kanë shumë... Kanë kontrata? Kanë shumë zgjedhje të mira. Okej. Se ato duen, po mos u dashën ato kotesh pëse familja. E qartë. Mila Rosh, falenderit.
Telefonata e mëngjesit, Stefani kjo. Mirëmëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Çanja në Tepelena. Edhe një herë? Çanja në Tepelena. Çanja çfarë bën ti vllai? Po hiç. Ore pasha ato pamjet. Ku janë ato ore? Se do Tiranë thot kjo. Në Tiranë. Ore, po që nga e madhe Tirana. Po, kur do? Kur do Tirana? Kam një ditë pa shkelur ore buridhe. Hajde vëre vlla. Jo se mëze rruga makinë. Rjeti ku jate, në rregull. Mirë vlla, rrofsh e qafsh. Ndërkohë, jemi me figurën e Vlorës. Djalo hëmo. Mirëmëngjes, rreth nga Vlora me një kohë të vrentur sot në Vlorë, por sot jemi sot jemi në zonën e rrugës, si e kemi quajtur kohët e fundit, domethënë në zonën ose rruga që do të quhet, me aq sa mora vesh, rruga e agrumeve ose palmave. Por për momentin janë dy elemente ndryshëm, agrumet janë tjetër gjë, palmat janë tjetër gjë. Po, e kuptoj, janë tjetër gjë, por në fillim është quhet rruga e agrumeve. Po ndërkohë që nuk po shohim agrume të mbjellura, dhe më mirë themi rruga e palmave që mos të... Po këto palma pse që kanë si synet më burr? Po tani ato që na ndodhen, ato ndodhen, çfarë të themi tani? Sa kohë kanë këto palmat? Kot për muhabet tani. Po shiko, disa, domethënë janë disa që janë mbas meje, domethënë, po i shikon ato janë të reja, janë vendosur. Aha, po këto të tjerat këthe nga disa janë. Po janë të kanë qenë, në thënë të drejtë, kanë qenë, po vetëm janë të sistemuara. Sistemuara po, mos janë pak të smura më? Po tani është viroza, është viroza e momentit, po që do bëhen ato ilaçet e dhura, do spërkaten, do bëhen. Me çfarë ilaçi bëni ato? Kur merr miza palma, ke parasysh trungu që merr miza? E drejtë, për të se kam ide, po janë ato ilaçet e saj, ato. Po fundja një sorum aty, ujë me sheqer dhe largohen vet ato. Aty mund të bësh çiçin, njëkohësisht. Ajo është disinfektant në të drejtën, por që po, ajo kalon disinfektant pasaj. Po, them që... E marrë, të pyes, Vlora jetë e motka pas palma, do me thënë, palma është një pemë që ka mbirë vetë në Vlora për kanë sjell. E vejnë këtu. Shiko, me thënë të drejtën në pasin që kohë, vitën parë, nuk është se e dim, por më aq sa më ka thënë, po më thënë flasim që nga vitet 2000 që kanë qenë, ka qenë... Po them në 1600 ca, në 1000... Përpara se bëjë Vlora, burr. Mendoj se kanë sjellë. Pra. Besoj që ta ketë të jetë, domethënë. Se unë di që Vlora për unë di që kur smuret palma për shumë fjalë vetë, pema e palmës, kur smuret, e ndronë një vend tjetër, pa e shëruar. Po, besoj, po, nuk është se kam shumë... Sepse nuk është vëndi vetë. Për të. Nuk është vëndi vetë. E drejt. Jo, nuk është vëndi vetë, por që... Më mirë, hajtë të hargjën që lek, mirë është. Po, mirë, tani ku ke lek, tani s'ke, është ti shpërdorosh, ade vëta palma, por që deri tani për momentin ka dalë bukur, ta themi. Presim dhe atë sa të zhvillohen atë. Bëjnë 2 foto, pastaj po prish mirë. Po mirë, po prish. Po su prish, do më thëmë, pati ynë. Baruan palma, tjetër që ka? Kemi ato pjesën e problematika tona, si rasti një zonjë, Aldo, e tila është vënë në merak shumë për pashotin. Po, është vënë shumë në merak për pashotin, e saj për asyre se kohët e fundit ai sikur shoqërohet shumë në ato gjitonën e tyre që kanë gjetur, si tonë, pavarësisht se ta bëjë shumë familjarisht, por zotria sikur ka një simpati, do më thënë si pas zonjë, sikur ka një simpati për atë, shoqërohen, pavarësisht se masë se kanë punën bashkë, si thonë, por rruga është ai që i ndan, i shoqëron zotria me makinë, po ka raste dhe kur takon rastisht e merr dhe aty ka lindur çikë dyshimi i zonjës për zotrinë, domethënë, mendon se mund të ketë një lidhje, e ka pyetur edhe pasere, por zotria vazhdon atë që çike këto, domethënë, e thjesht jemi gjiton, nuk ka asnjë gjë, domethënë. Po shpresoj që mos të jetë. Po, për çfarë mos e bëj fjalë? Po bëhet rreth 40-ave kjo. Do të thënë, ky bëhet fjalë rreth 40-ave. Po ky më vria? 40-45. Po aty janë një moshë. Na dojra, më mirë. Në ato se 40, 45, 43, do të thënë ka tillë. Marrje. Iko. Tjetër gjëra. Por kemi pas një çift tjetër i cili dhe ta kanë debatuar në sallën e gjyqit për arsye se ka qenë moment
në sallën e gjyqit, kanë qenë për të futur brenda, po pristin në vendin aty ku pritet. Mirë, po në fakt ka qenë si zonja atë, zotëria ka qenë shoqëruar nga familjarët e tyre dhe nga djali i tyre i cili ka pasur kjo martesë. Po në fakt djali ka dashur të shkonte te jati, por ajo ma ka qenë ajo e cila ka thënë mos shko se ata nuk të duan. Çfarë thotë? Aty ka nisur debati, do të thonë pse mëson djalin kështu, atëra, derisa kanë arritur të debatojnë, por edhe duke shtytur njëri tjetrit, si tha. A kuptoj. Por përveç saj kemi pas problematika tjera, si rastin e dy vajzave të cilat dhe këto kanë debatuar me njëra tjetrën. Edhe këto me debatin? Kanë nisur për fatin se njëra nga ato gotën ka qenë si i themin senatore klasës, diçka e tillë, dhe cila ka mbledhur lekët për të bërë një investim në klasë. Investim? Njëra prej tyre investim, do të thonë ishin mbledhur disa lekë, me fjalë për 200-300.000 lekë, mirë po vajza tjetër i ka që kjo i ka fshehur në një çantë, në portofol dhe në një çantë, aty ka shkuar i ka marrë. Po në fakt kohë sot me klasat jo si dikur, do të thënë janë me kamera. Po. Kjo vëzhgohen dhe aty është gjetur kush i ka marrë lekët dhe ka nisur debatin e qartë. Dhe për ta mbyll figurë? Jo, paga shumë të kishin. Pastaj nëse të duhet në informacione të kurseve që ne jemi duke bët, tjetër gjë kjo. Jo, lëre të keqen. Më vonë, me kismet ato. Okej. Mirë, suksese në jetë edhe më gjarë. Ecim. Ora do dhe një 12 minuta e ca për të vajtur 8. Me telefonatën më njësi. Mirë, faleminderit juve. Përshëndesim nga Elbasani, Zopi Aldo. Respekte, kush jeni ju? Romeo? Po, Romeo, urdhra. Sa për temën, Aldo, unë them ma mjesë majmë hoqën e natë. Okej. Qua mendimi? Në rregull. Vjen në hoqë natës për këno ke koka. E qartë. Mirë, Florit, falenderoj shumë. Po ti duhet ta detyroj... Edhe njërë, prit pak. Edhe njërë, mirë mëgjes, kush jeni juve? Mëgjes Arta Lamaj. Arta, si e ti? Mirë, falenderit, ju si jeni. Ashtu me kohën si mbas kohës jam, unë e trishtuar me melankoli të thellë, shpirtërore. Se mi zemra? Po jam e vetme, kështu e kam. Po jo, e vetme nuk je, sepse ti ke njerëz, apo jo? Po kam njerëz edhe do të latë, por... Po ku i ke? Ndryshe njerëzit që komunikojmë, nuk kam fëmijë, jam Arta. Po jo, dakor, po ke shoqe, ke Kam shoqe, do i ke tash flas një naltun dhe të shoqe Mora. A ke vëllezër motra? Nuk i kam këtu, i kam të shpëndar, dy në Greqi edhe kështu të shpëndar. Po, se shkoni një javë andemi, apo? Po, kam shkuar, po e tani në dimër, do më thënë kur të hapet një qiko. Po, pse me ndimër është bukur? Në dimër është më mirë dhe nuk më zdo dhe makina, por edhe nga gjendja kështu ekonomike. Do e lekë, e mire ka? Jo, në një lekë e madhë, në një sënë të shishë të vogël do t'ja qosh, në një diçka të vogël. Përveç udhëtimit që është. E më mirë, ideja është e vetë vësia, do njerëz ke, sa dush, vetëm një... Po kam, shumë kam, ishën 6 fëmijë, të gjithë janë mirë me fëmijë, vetëm unë jam qik, më ka ikur robaj me merak. Qa ka ikur dhe njerë? Sepse, kur ka vdekur robaj, më ka ikur që... Se shkëputa mama, më së të vizni, edhe njerë. Pra, ka ikur me merak babaj? Nga që... Në kuptoj. U shkëput prap, u shkëput. është ky telefoni që kemi probleme. Sa i vdekjes thonë që i thonë dhe fjalët e tua, po prap. Nëse më. Çfarë do bësh tani? Kto hallë ka. Jam tip melankolik një çik, nuk duhet të jem kështu. Ti duke qenë se je vetëm, edhe melankolike tani i bën gropën vetes kot. Po, gropën vetes edhe morëm në këtë. Mendon mirë. Po, të mendoj mirë, po nëse ashtu jetën, të jam në pension. Pse ti nuk organizon me mikeshat e tua? Po, kam realizuar me mikeshat. Po dalë se unë se mbarova fjalin, e përdoro. Pra, pse nuk organizon një gjë të tillë, domethënë që ti të mlidhin ca leka, të gjithë bashkë, që kanë 5 lekë. Pam. I kërcisin një të vajtur në Pogradeca nga fundjava tjetër. Në Voloreku? Po qoftë qoftë aty. Tu shemisht e Voloreku. Po tu shemisht. Për 10 minuta mbaron gjithë qyteti. Por, shoqet i kam dhe në qikë të zëna, bëjnë punë private dhe tani në basë pensioni. Unë nuk po të them ti kësh pas 2 orës, unë po të them lidhur në diskutojnë javën tjetër me kismet. Ato e din shumë mirë. Pra, bëu ti iniciatore. Po më qo dhe 2 hapa në Durrës. Ose të hënë të martë, për shumë që ka shumë pak njerëz, mund shkosh dhe ndaj, qële vjen.
Daj po, po, ndurës jo. Po, mirë, ja, ka janë 2 hapa janë. Jo, nuk e kam 2 hapa, s'më pëlqen, se ka shumë kallaballëk, më shumë pëlqen vendet e qeta. Shumë romantike. Jo, duhet me zhurmëra, me gjëra. Bëhu ti iniciatore, bëhu ti iniciatore. Apo jo? Shumë mirë, faleminderit për mendimin, Aldo, që mi jep. Bëhu ti iniciatore? Jo, se nuk e kam të mendim, po kur ma atëmon një tjetër, të më thënë, besoj më shumë me shumë seriozitet. Zemra, bëj zmet vetës, s'ka për të bëj njeri. Në regull. Kështu që, jepi. Oke, thush këput kjo, nuk torturu me të telefonin. Po, ku i di po, jemi me Dorata. Dorata, hëmi? Me mëngjesi, zemra, me mëngjesi nga qytetit Durrësi. Qa ka bërë shkimet nga Durrësi? Si të shihet kjo koha kështu. Po, lëre, ma. Po, të dhe zonja Arta. Me gjitha të aldo, po nisë me informacionet e ditës së sotme, në fakt kemi të bëjmë me një ditëlindje që ishte ditën e djeshme, por që u bë molla e sherit aty, sepse një vajzë që feston të ditëlindjen e saj, aty i vjen një djalë që pas ka pasur një lidhje dhe ndërkohë është bërë xheloz pas e ka pasur, ka ftuar shokët e saj në ditëlindje dhe kështu është bërë një sherr i madh midis çunave dhe djalit në fjalë. Që pse nuk ndodhte edhe ky aty në ditëlindje, por që gjithçka ishte mbyllur midis këtyre të dyve dhe normalisht nuk mund të ishte. Po, ishin ndarë. Pa ndeshje ky. Ishte mbyllur historia. Po xhelozore xheloz. Më mirë. Që pse ke ftuar shokët dhe mua jo, dhe aty ka kërcitur sheri midis çunave Aldo. Tjetër zemë, tjetër. Kështu që ja prishën ditëlindjen. Një tjetër gjë pastaj kemi të bëjmë me një zotëri i cili jeton i vetëm, por që djali i tij kujdesej vite më përpara dhe ka 6 muaj që nuk i dërgon më të ardhura babait të tij dhe ai ka dalë në rrugë të lyp. Jore. I ka shkuar në mos ka një hallë e çunimi. Po tani se di unë ka pas halla jo, po që i ka shkuar në vesh që babai i tij ka dalë në rrugë, ka të afërmit, po, dhe është kthyer më një herë Aldo dhe përveç se e ka rrahur të jatin, i ka thënë që ka rrahur jatin. Po. E ka rrahur dhe i ka thënë ti nuk do dalësh më në rrugë, ato pak lekë që ti ke duhet të hallosesh vetë. Sepse unë nuk mundem më që të... Shiko se shkollaj për kush ja u di hallet, kush ja u di? Këtë do thoja dhe unë, Aldo, se përderisa ja ka prerë për momentin, se ndoshta është dhe diçka momentale, por mos të bëja të gjestë. Tani, me sa dëgjova unë, zotëria në fjalë ka bërë kastile që të vinte në ndërgjegje birin e tij, domethënë. Ndërgjegje në shkuptim. Po që ti dërgoj, domethënë shifë çfarë bëj unë edhe ty. I ka bërë presion, e kuptova. Në një farë mënyre po. Po. Tjetër zemra kemi? Janë mendje kështu. Iku mbaroj tjetër. Pastaj një rast tjetër, Aldo, kemi të bëjmë me një djalë i cili me makinën e tij qarkullonte në qytetin e Durrësit si çmendur. Po me sa duket, domethënë ka pas një gjë që e ka shqetësuar edhe për të rënë në sy, domethënë tek vajza në fjalë, se kështu mora vesh, por nuk jam shumë e saktë. Shumë cika. Edhe? Dhe pastaj në nerva e sipër Aldo është përplasur me një mur të një pallati dhe ka dëmtuar veten. Moj çai ishte një makinë që kishte rënë turit të Lelanit. Po, është, po. Po si që muhabet, s'kuptova gjë. Mbron. Po me sa duket aksidentalisht, Aldo, dhe ndërkohë... Po aksident me se s'kan ardhur ufot, aksidenta kuptova, po si ndodhi. E kam fjalën që nuk e ka bërë kastile. Tani mbrëm ka ardhur mesazh nga policia dhe kështu e kam lexuar si po e them. Se çon mesazh policia aty? Po. Ç'a thotë ti? Si. Në ka rekord. Ama hati. Dhe si që kishte rënë poshtë makina. Ta qonë zyra apo ke kapë në policë? Po zyra e policës e kështu më radhë. Si që pas e kam një? Dhe më përpara nga zyra. Si që pas e kam një? Qa është kjo? Sa e poshtër ja? Jo një. Sa policë e kapi? Po varet të si e thua ti këtë kapja. Informacionin pra po të taskin? Pa informacion. Pastaj jo vetëm nga policia. Edhe policia? Nga policia. Po jo ka dhe operator, jemi në qarkullim. E që nga lidhjet. Qa thuti me? E duke si e urti, po? Po ta shi, vajtën vite. Vajtën vite, ma merë mandja. Kemi kryuar atë linjën tonë. Oke, atere. Së nevoja që të qarkullim shumë. Qartë. Dhe po thoja Aldo, po, përveç që vajzët që dhe më thënë që ka ndruar jetë, shoferi është në gjendje të rëndë dhe dy kalimtarë kanë qenë poshtë. E marrë vesh. Mirë, zemra, për ty dhe për gjithë rrethin tënd policor që ke. Me sa vajtë pa, pjetë kemi shumë pak momente dashur miq publicitet për të rikthyer përsëri në studio, nuk vonohemi.
Okej, mirë, shumë. Të dashëmi që vjojmë me temën e ditës sotme, dhe pikërisht në studion e kemi të ftuar Beluza Çokun, e cila është psikologe dhe është eksperte për çështje sociale, sidomos për gruan dhe fëmijët. Beluza, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Aldo, mirë se u gjeta. Në këtë mëngjes gri ku konfliktet me gjumin janë të forta. Njeriu zgjedh me veten, jo me të tjerët. Megjithatë, ne kishim një temë sot ku gruaja vendosim në fund mbas këtyre cicmiceve, i thoshte burrit që o mua, o mamën. Da e madhe. Kjo është tema tani. Pyetja është, a ka, domethënë, kjo është një gjë e padrejtë që i bën burrit kjo? Apo është një kufi që du të vendosë. Kjo është tema për sot. Ndërkohë që ditë e fundit, ose kohët e fundit, sidomos nisur nga i rasti i Durrësit, ke parasysh ku 3 fëmijë janë gjetur në kushte të vështira etj. Jo thjesht media që jep lajmin, si e thot njëri, si e thot tjetri, dhe bëhet kopi 5 gjithandej, po dhe publiku është i prirur për të angazhuar dhe për të vënë për të kryqëzuar qoftë maman, që është kjo mama e papërgjegjshme etj, pa ditë, pa pyet, ore, çfarë ndodhi që shkoi deri këtu kjo? Nëse ka shkuar, se s'dim asgjë, akoma. Eksakt. Etj. Pra, merr pjesë publiku. Ti thua mos fol, nuk i thua dot publikut, apo ja. Patjetër, por tani si ndikon stigma shoqërore ndaj gruas së divorcuar, sidomos to gra divorcuar janë kështu, shinjestre e papame. Unë, Aldo, jam një nga rastet që... Janë gratë më të boshtra për njëra tjetër se sa burrat. Po të vësh re, të gjitha grupet që janë më të dobta në shoqëri, luftojnë njëri tjetrin, nuk luftojnë dot më të fortin, sepse i nështrohen më të fortit dhe janë... është një kështu normë e pashkruar, por që funksionon. Dhuna e burit nga gruas, kot është ajo. Në fakt më keq më të poshtra kanë gratë me njëra tjetër. Është vërtet, sepse kanë bashkëtuar me stigmën për një kohë gjatë. Në rastin tim, unë jam një nga ato gratë që e kam bërë rolin e babait dhe të nënës në një moshë shumë të re, duke filluar nga 25 vjeç. Dhe në fakt, sfida e parë që më ka shkuar në mendje ka qenë që çfarë duhet të bëj unë që të mos jem objekt seksual. Shumë e vështirë dhe keni parasysh që në rastin tim bëhet fjalë për një njeri që ka investuar në kualifikime intelektuale, akademike, kam qenë në pozicione pune që e kam bërë maksimumin që jo vetëm ta meritoj, por gjithmonë punoja më shumë, paguhesha më pak. Tani mendojeni këtë në një nivel më të gjerë shoqëror, ku arsimi, kultura, mbijetesa dhe a bëhet më e vështirë dhe ndërkohë sa e ndihmon ky sistemi që neve japim taksa për të ofruar shërbime, bashkë me median që në fakt njëherë bën viktimën, njëherë bën pushtetin e katërt. Tani ne së fundmi dhe për rastin e Durrësit kemi çuar përsëri si Alën 116 një raportim tek AMA, sepse ne kemi kohë që i diskutojmë, takohemi publikisht, dalim në televizor dhe problemi është që më mirë dalim te lagja. Nuk kemi pse paguajmë sallën e konferencës, sepse nuk është se këto rekomandimet bëhen jo vetëm të ndjera, po bëhen dhe konkrete. Tani ky angazhimi i vendit tonë, i Shqipërisë tonë, që në këto momente është dhe mekur nga gjyqjet popullore që kanë dalë në mod. S'ka më është fronti i lagjes. Fronti i lagjes, por tani quhet Facebook. Nga është stisur, është njëra pyetje dhe nga kush mbështetet në mënyrë të vazhdueshme, është pyetja e dytë. Edhe kam përshtypjen se të gjithë ne kemi përgjigjen. Patjetër që edhe rrjetet sociale ta mundësojnë atë fuqinë tënde në mënyrë jo virtuale për të thënë çfarë të duar, sepse je i paprekur dhe njerëzit e kanë filluar ta përkthejnë në liri, por që në fakt gjithë ky lum komunikimi publik që ka arritur në nivele të ndjeshme dhe të prekshme, fjalimet e urrëties, fjalët e urrëties, gjykimin e tjetrit, jo për të veshur kpucët, se kjo ndoshta do kualifikime profesionale, kpucët e jetës së asaj gruas me 3 fëmijë, por të paktën të kenë 2 hapa mbrapa për të pyetur veten që çfarë do bëhet me këto 3 fëmijë dhe po neve që ofrojmë shërbime, si ndihmojmë, se këto 3 fëmijë ne bëjmë sikur janë larg vetes tonë ose larg derës tonë. Jo, janë pjesë e jetës tonë. Shiko, domethënë problemi që ne po shtojmë këtu nuk është se lindi sot. Pikërisht. Vjetë, mos gabojona par vjeta, më korrigjon se ka gabim, ka qenë rasti i Shkodrës. Po. Ka jo bashkë me fëmijët u hodh në
Par vjet. Par vjet ka qenë, bravo. I të mërshëm, rënqetës. Dhe lumi që u ashtu i diskutime ka qenë, dhe themi njëjtë. Po. Ka qenë një video vjeta par vjet, që unë prapë se më e mend, ku Vjera me Demet kapi nusen, që po e të rathonte, qofse ma men që rrethoj gjithë familja. Po. Këta si videoja. Tani, me të drejtë, tani çdo person që e shef të videon, prirë të gjykoj që kjo tradhtarje, kjo e tjera. Pa pyetur as pak, pse shkoj deri këtu kjo? Marrim këtë videon. Ose kjo e shkreta, kjo që hodh në lum. Ose kjo tjetra tani që doli me 3 fëmijë që shilën vetëm. Pra, gjykojnë vetëm atë frame-in, atë foton. Po nuk është perspektiv si përfaqësore, e pa maturuar, e pa pjekur dhe dëshirë për të zbrazur një mlef që nuk e përmison as pak jetën e askujt. Kjo pra është pyetja, nga vjen ky mlefi? Çfarë ndodh me njerëzit? Si mendon Aldo? Unë në mendimin tim kam bërë një analizë, e kam diskutuar edhe me shumë profesionistë të fushës, por edhe me miq që unë ja vlerësoj mendimin. Njeriu ka mlef kur është i pa përmbushur. Është i pa lutur. Se pranojnë. Është i pa kënaqur. Se ndërkohë, çfarëdo lloj gjëje që po t'i hedhi syt në jetën e tij, nuk e përmbush, nuk e kënaq, dhe ti këto vrimat e tua i mbulon duke krijuar vrimat të tjera. Në qartë. Kjo është pak a shumë në gjuhën popullore, biseda që kemi bërë me kolega apo me miq tan. Tani ne si shoqëri të dukemi okay, jemi të përmbushur, ja dalim dot, ofertat e edukimit, të punësimit, janë oportunitetet e duhura, mundësitë e duhura, mirëqenia është në nivelin e duhur, a je në një krizë migracioni masiv të rinj, a je në një krizë burimesh njerëzore, a je në një varfëri të diskutueshme ditë për ditë, dhe çdo njeri mezi pret një video për të diskutuar dhe për të drejtuar gishtin mbi jetën e tjerëve. Mos flas për gjyqin popullor politik, ku asnjëri si shkon në mendje që çfarë po bëhet me këto familjet ku i hyhet në shtëpi. Po deri në momentin që ndodh ngjarja, nuk i shkon askujt në mendje. Pra, po kjo tregon që ne jemi mirë. Jemi mirë emocionalisht edhe psikologjikisht. Problemi është që këto tilla gjëra kanë ndodhur edhe kur nuk ka patur ikje masive. Të tilla gjëra kanë ndodhur edhe në vitet, le të themi, më të mira ekonomikisht të Shqipërisë, duke diu si më ndonjëherë, por nëse. Le ta gjykojmë kështu. Do të jesh optimist së shpremte. Pra, do të thënë, nuk është problemi që këtu të ndodh ty sepse s'kan lek njerëzit apo se po ikin të rinjt. Jo, varfëria, unë e kuptoj varfërinë edhe sociale, dhe ekonomike, dhe kulturore. Ti thjesht po i lexon dhe shpirtërore. Ti thjesht po i lexon tani, po ty të ka ndodhur edhe te lagja, edhe te pallati, edhe tek, pra, te fronti i lagjes, pra. Jetë e mot. Kush e mundëson mënyrën se si ne komunikojmë në publik? Një sistem i ngritur të cilin neve e shërbejmë, e mbështesim, e votojmë, Eduard Rokasi. Apo morali shoqërisë. Po morali... Apo ADN-ja familjare, hajde gjeje. ADN-ja është shumë më e komplikuar, por morali lidhet me mënyrën se si ne i ndërtojmë sistemet shoqërore, dhe sistemet shoqërore nuk mbështeten dot vetëm në fletë me shkronja të zeza dhe në fletë të bardha që shkruhen ligje të bukura, por me akte nënligjore që ofrojnë shërbime. Kto e bëjnë sistemin të prekshëm. Si mendoni ju, a mundet një grua, edhe unë e kam të vështirë, unë vazhdoj, punoj 2 punë, gjëmoj çfarëdo lloj oferte, konsulence, trajnimi. E kam shumë të vështirë, pavarësisht se djali është rritur, kam një mama që është në një moshë që pensioni nuk i premton. Pra, këto gratë, jo më shumë se 4 muaj përpara, neve me linjën Alën 116 shkuam në Fier për të ndjekur nga afër rastin e 5 fëmijëve që ishin të ekspozuar ndaj abuzimit. Dhe Aldo, kemi ndëjtur deri në mbrëmje në Fier që të prisnim edhe procesin e intervistimit të fëmijëve pranë stacionit të policisë, pavarësisht se vullneti ishte maksimal, ne nuk kemi kapacitete, pra sistemi nuk funksionon. Duhet një shërbim real. I çojmë në një qendër kujdesi dhe të kërkonim të bashkëpunonim me qendrën e kujdesit, do t'ju ndihmojmë ne, do t'ju asistojmë ne profesionalisht, sepse dalja nga cikli i abuzimit është akoma dhe më i vështirë se sa tërheqja në atë moment nga vendi fizik i abuzimit, dhe nuk i kthyen pra fëmijët aty ku ishim. Pse? Pra sistemi nuk e ofron shërbimin. Ju mendoni që ajo gruaja është evidentuar
nga njësitë përgjegjëse të sistemit të mbrojtjes, edhe mund të jetë evidentuar, edhe mund të jetë raportuar, por fakti që gjërat shkuan deri aty, do të thotë që nuk ka pasur vëmendje dhe shërbimin e duhur, pavarësisht se kishte nivel neglizhimi nga e vetmja gjë që mund të konstatoj profesionalisht në rritjen e fëmijëve, po do ketë nivel neglizhimi se ajo shkon në dy punë, Aldo. Kur vjen ajo? Kur ja del ajo? Ti po thua për një rast që është në Durrës, nuk është vetëm ai. Në një qytet ku mund të ketë edhe njësi shërbimin që thua ti. Po. Po në për fshatra që si di mas emrin, po në për ç'a ndodhi jashtë. Dhe ne kemi kohë që diskutojmë që pjesa më e frikshme, e fshehur, ku ne duhet të fuqizojmë sistemin në mënyrë që të kemi mundësi të ndërhyjmë, janë mentalitetet e izoluara në zonat rurale të thella. Aty ka më shumë incest, aty ka më shumë abuzim, aty nuk ka shërbime dhe çdo gjë duhet ngelur e mbyllur. Kjo krijon ADN. Dhe problemi është që mos bijem në vesh të shudër. Pra ideja është, ndikon mentaliteti patriarkal në mënyrën se si trajtohen gratë e divorcume, krahasu me burrat në të njëjtën situatë. Po, ndikon se mentaliteti është i fundit që ndryshon në një kulturë shoqërore. Nëse ndryshon. Nëse ndryshon nëpërmjet këtyre ndërhyrjeve që unë përmenda më lart, por në qoftë se ne nuk kemi as angazhim, as prezencë, as dëshirë konkrete për ta përmirësuar këtë situatë, mos çuditemi fare që do përfundojmë te gjyqjet popullore. Dëgjoja para pak ditësh një terapiste shumë të njohur në Amerikë, ndjes që nuk e kujtoj dot emrin, shumë e njohur edhe për librat e saj dhe për studimet e thelluara që kishte bërë çfarë po ndodh me nivelin e ankthit dhe depresionet që ne po e takojmë tek të rinj gjithnjë e më shumë në rritje. Në Amerikë mohabet. Në Amerikë. Dhe ju a kam thënë edhe si referencë, edhe tek linja e Këshillimit. Pardje mbyllim raportet për t'i dorëzuar tek Ministria e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale. Aldo, ti nuk do ta besosh se sa është rritur kurba e problemeve të shëndetit mendor tek mosha nga 14 deri në 17 vjeç. Është paralel me shfrytëzimin për përfitime që lidhet me fëmijët në situatë rruge. Pse fenomeni lypjes është rritur? Ja e ke thjesht. Ka sistem, s'ka sistem, pse ka precipituar mbi sistemin. Do të thotë që ka dështuar sistemi. Nuk është se s'kan pas përpjekje, por tash kanë probleme me kapacitetet njerëzore, kanë probleme edhe me vullnetin, edhe njohen e duhur të trajtimit të këtyre çështjeve. Neve e kishim Ministrinë e Mirëqenies dhe u shkri, e pan të parësyeshme. Ministria e Shëndetësisë ka shumë halle sa e ka shumë të vështirë sa do të mirë të jenë për pjesa e strukturës mirëqenies sociale, nuk arrin dot as të thithin buxhet, as të luftojnë mjaftueshëm. Dhe terapistja thoshte, prej vitesh e ndjek e studioj këtë situatë, sepse koha cilësore në familje nuk është më si më parë, sepse tregu është jo vetëm kërkues, po është kryesisht mbijetues. Dhe kur ti si je i lumtur me të gjitha përpjekjet e tua, të cilat në fund fare të fusin në një situatë konflikti dhe borxhi me sistemin, automatikisht të fusin në një situatë konflikti dhe borxhi edhe me shoqërinë. Ky që thoni ju është një zinxhir që domethënë e ka fundin ndoshta tani me këtë rastin e kësaj, domethënë në rastin e kësaj unë di që ishin angazhuar të gjitha strukturat në zonjë. Zonjës nga Durrësi. Po. Po strukturat punojnë me orare, në orën 5 nuk punon njëri. Ky është problemi. Ky është problemi, kemi kohë që e kemi ngritur. Problemi është tjetër e dashur që ndoshta ky zinxhir, domethënë i përmasave duhet kputur që në fillore, që do të thotë. Investimit e fëmijët. Kush nga ministria apo shoqëria, apo nga të dushti, nga specialistët e mjeshtrat e doktoraturat e tjerë, ka fol për gocat në fillore. Nga klasë e parë dhe në klasë 4. Prandaj tash është mungesë njohje. Historia të tilla bullizohen gocat, apo edhe çunat qoftë, çun mami. Absolutisht. Që i thon pede, çfarë i thon? Është kthyer në një zhargon normal. Nëse një djalë thot mirëmëngjes, faleminderit, të lutem, quhet gay. Nga çunat, nga shokët e vet. Tani kjo ndodh në fillore, nuk po të shkoj lart. Eksakt pra. Nuk po shkoj tek. Nuk ka qenë kështu përpara. Nuk po shkoj tek thikat e Kaçavida. As në kohën e Frontit Popullor ishte kështu, ishte e kundërta. I gjithë sistemi angazhohej për atë që ishte më i dobët, për i ekspozuar, por angazhohej për ta barazuar, balancuar. Do gocat të vogla në fillore do rriten dhe do bëhen të shkojnë në
9 vjeçare ku do fillojnë ato pëlqimet të para romantike, është normale, është njerëzore. Pra, ka një tjetër epitet kjo goca. Po pëlqeu një çun simpatik. Në gjimnaz pastaj është quhet prostitut, pa diskutim, dhe mbas gjimnazit është shkatruar. Pra, po nuk u ndërprek kjo, që në fillore. Domthon kush po merret me filloren? Askush. As me kopshtin, askush. Pra, i mësojmë kalamajt të lajnë dhëmbët. Dhe çfarë duhet bërë para? Duhet shkuar në banjë para gjumit, të lash dhëmbët. Po askush nuk kujdeset për shëndetin mendor. Para. Kështu që neve kemi tentuar gjatë vitit që shkoi. Duhet ulëritur, po puna është kush po të dëgjon. Domethënë gjërat janë kanë shkuar edhe mentaliteti qeverisë ose politikërës. Jo, po ka përgjegjësi. Sepse do ta vulosi, do ta afirmosi, do ta monitoroj, do ta raportoj, do të ofroj shërbime, do të ofroj buxhete. Tani, mënyra se si është ndërtuar sistemi i mbrojtjes është nga vullneti i institucioneve politik, institucioneve qendrore që janë ligjbërës, që janë politik bërës, edhe kjo ndahet gjatë gjithë kohës me bashkinë, se ministri dhe kryeministri nuk e evidenton dot gruan në nevojë dhe fëmijën në nevojë. Më kupton? Do ta evidentoj bashkia dhe bashkia duhet llogarisi buxhete për fëmijë, duhet llogarisi te fondi social. Për emergjencat, ligji i detyron këto. Po çfarë ndodh realisht? Vështirësi e jashtëzakonshme kur bënim planet lokale për disa qytete, Korça apo Gradeci, Maliqi, Divolli, për t'i sqaruar edhe stafe të caktuara që është shumë e rëndësishme që të gjeneroni dhe të vitalizoni buxhete që përthithin të rinjt dhe i ruani, i mbani aty dhe përmisoni edhe kraun e punës, edhe mendjen, edhe intelektin, edhe shërbimet, edhe atë gjën e bukur që ofroni ju, çfarë përfaqësoni ju. Çdo gjë ka çdo kush ka një gjë të bukur. Neve jemi vetëm vend që lagemi me ujë nga të gjitha anët. O do ta kosh liçen, o do ta kosh lum, o do ta kosh det, o këtë detin këtej, o atë detin andej, burime nën ujore, burime nga malet, edhe neve prap s'kemi ujë, diskutojmë pastaj jo po erdhën aty po ikën dryra pra. Kjo është mungesë përgjegjësie, vullneti dhe sistemi. Atëherë këto njerëzit për aq kohë sa s'kan shërbime do bëjnë sikur janë më mirë se sa hallexhiu të cilit i sulen. E qartë. Dhe domethënë kam edhe diçka të fundit ndoshta që çfarë duhet të ndryshojë te ne si shoqëri që raste të tilla të mos shihen si skandale, po të shihen si thirrje për reflektim. Është ajo që the ti, investimi në mosha shumë të hershme. Në qoftë se neve nuk vëmë në qendër të vëmendjes fëmijët, të cilët janë ata që do na shërbejnë, janë ata që do na përgjigjen në të ardhmen. Janë ata që do na imitojnë ose do përmisojnë atë që ne i kemi dhënë. Nuk e keni vënë re se sa është rritur numri i konflikteve fizike dhe të dhunshme midis vajzave? Ju duket femërore? Fare. Si ka mundësi, ku del gjithë ky mlefi, ku organizohet, ku përpunohet dhe më thoni një rast që ka dalë me zgjidhje. A mundet që komunikimin në atë formë të çojë drejt zgjidhjes? Neve jemi larguar dekadat e fundit në nivele ekstreme nga zgjidhja. Ndërkohë që ke nevojë për kurrikula për të ripar për empatinë, fëmijët rriten duke i kultivuar atyre empatinë. Fëmijët rriten duke i kultivuar dhe duke i nxitur atyre pikat e forta dhe bukurinë e të folurit, komunikimit. Fëmijët rriten duke pasur vëmendje dhe mos harroni, ne mund të flasim gjithë ditën dhe fëmijët mësojnë nga 80% e asaj që ne bëjmë. 20% memorizojnë nga ajo që themi, se jo gjithmonë kuptohet dhe është e lodhshme. Dhe ndërkohë themi gjithkohës qasja proaktive është që ti edhe kurrikulat ti vlerësosh jo me të njëjtët listë ekspertësh, të cilët bëjnë copy-paste në mënyrë të vazhdueshme dhe prodhojnë të njëjtën gjë, ku ti ndalon një moment dhe thua, ç'a bëra? Domethënë është profesioni më i vështirë në botë të prindërosh dhe bëhet akoma dhe më i vështirë kur mbijetesa dhe realizimi i mirëqenies është një luftë e jashtëzakonshme për të realizuar dhe për të ruajtur në nivelin e duhur. Mos duket çudi kur ndoshta më vonë të vihet prindërimi me licencë. Po tani kjo është duke u diskutuar, por nuk i kanë dhënë rëndësi. Aldo, unë do t'ju ftoja me qenë se ju jeni edhe të Shamirës, jeni dhe miq të vërtet të këtyre çështjeve, sepse edhe ju jeni familjar, të këmbgulni për të kthyer kokën nga një prindërim pozitiv.
Aman. Nuk kam kujt i kërkoj ndihmë, domethënë jam pak media që megjithatë jam e lumtur sepse ne kemi arritur të nxisim një reagim dhe një ndërgjegjësim pozitiv. Ne për pak kohë do të takohemi pra bashkë. Po patjetër, patjetër. Do ndodhi një rast tjetër që do jetë. Ja, po ky është shqetësimi pra. Domethënë ty të vjen të qartë se për shembull ne që kemi mbi 20 vjet që punojmë në këtë fushë, në mbrojtje të drejtave të fëmijëve, të mirëqenies së tyre, të interesave më të lartë të tyre, nuk e ke idenë se sa shumë kategori nga institucionet shtetërore, nga subjektet private kemi trajnuar për këtë gjë, mirë po institucionet i ke të gjithë të ndryshuar. Unë kam punuar vetë në sistem shtetëror dhe sot kam shumë pak kontakte që mund t'i djeg, sepse përsëri ndryshojnë. Pra nuk ka një dëshirë për të bërë pak pauzë. A mundemi t'i ftojmë të gjithë të bëjmë pak pauzë dhe të bëjmë një analizë? Për çfarë bëm, ku dolëm dhe sa fituam? E qartë. Su sa s'ka. Ne do shkojmë prapë tash. Ja. Patjetër. Një weekend të bukur. Falenderoj shumë. Edhe unë jo. Okej. Atëherë, meqense ora është 32, bie të kemi shumë pak momente dashuri të kuriozitet, por të rikthyer përsëri në studio, nuk vonohemi. Shumë. Gjoj me telefonatat, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, telefonata. Mirëmëngjes, Ardo. Ku shini nga Fisti? Në flasë një akosa, një shumë së të të në 30 vjetë të shtohet. Edhe njerë të lutëm, afroj pak gojë të telefonin se dëgjohesh pak keq. Shtohet e Korçës. Kam punuar për 30 vjetë. Je nga Korça, si quajnë juve? Po. Dhe rolin është një të të dëgjova dhe atë zërën për një shumë njëve. Por dhe më brava, desha të menja për atë guan që i këshmena ta fëmijë. Jo, po se kemi atë temë, zemër, për telefon. Kemi temë tjetër. Në fushë i ka shtinë. Në rregull, për dresa të dëgjon, hajde, ciao. Mirë, jemi me Armanin ton të Myzeqes, ja ku është. Ha, modelët, si u këtë? Mirëmëngjes nga Myzeqea. Ham? Si u këtë pyta? Mirë, Myzeqea është dhe mirë, po nga që ishte më zhuta e latë dhe më të qova. E kuptova. Pra, Myzeqea është dhe mirë sot, panohet e Myzeqes duket se kur janë pak të lodhur nga punët e tepër ta që kanë bërë. Kanë punu shumë? Sepse, po, kam punuar pak, sepse... Kam punu pak apo shumë? Pak më tepër. Tani, kam punuar pak më tepër nga e zakonshme, për shkak se kanë dashur të zbrazin ujin në përtokat e tyre, dhe nga që i kam bajtur koha, kam përfituar që të hapin vija të tepërta me qëllim që uji të largohet sa më tepër, me qëllim që të mbrojnë të mbjella. Jo vija të tepërta, vija shtesë. Po, do më thënë, ujnë e tepërt, vija, do më thënë, të hapin vija shtesë, me qëllim për ujnë e tepërt. Qartë. Kanalin tonë si e kemi? Kanali në fakt është i ullur, është mirë. Piksa merak. Po, është. Kanali kryesor sigurisht është mirë sepse është kanali i madh, por përgjithsisht kanale që janë më të vogla, që kanë më tepër rrëmbim ujë, ato të mbushen dhe normalisht nuk mund të ketë një kanal aq të madh në përkufi toka me toka, sepse zën edhe rrugën. Arman, i keni vënë në emër kanalit, ka emër? Po, është kanali Kullues. Po kanali Kullues është, domethënë, nuk është se ka emër. Jo, nuk. Siç kemi ne për shembull projin këtu që është Lana, i themi Lana. Po. Ju si thoni aty, kanali Kullus? Po kanalin Kullus nuk është se kemi quajtur, domethënë se kemi vënë një emër. Po, hajde vëmë një emër. Ta quajmë për shembull. Mund ta quajmë për shembull Rio Grande. Po. Ose mund kemi dhe tjetrën, duke qenë se qendra përgjithsisht nuk quhet Dovemi në qendër, po quhet Dovemi tek Mapo, edhe mund kemi dhe kanali Mapo. Ose Mapo Channel. Mapo Channel. Po shumë anglisht. Po jo, se i bie. O mos them për turistët dhe burr. Po për turistët kur vinë në Myzeqe për shembull, vinë që të mësojnë diçka shqip o burr, edhe po i tham ne Mapo Channel, normalisht ata nuk është se do kuptojnë, ata do mësojnë kanali Mapo. Po Mapo qa është? Po pra, Mapo është magazina popullore, që dikur ka qenë aty në qendër, dhe tani quhet
ma po ja, pra nuk quhet, si që mund quhet qendra. Nuk është magazin më. Ish magazina. Ish magazina. Po tani ka dyqane, ka berber, besoj. Ka berber? Keni berber jo ty? Kemi berber, kemi lokale, kemi dyqan për të blerë ushqime, pra ushqimore. Po kështu salla studimi? Apo nuk ka? Jo, nuk ka. Si që do shtoja dhe këtë tjetërën, po të ka jo mapo, bëhet pasari ditën e shtunë. Këptova. Kanali mapo, se mi ta mbaj mëndë e këta. Okej. Sot në 16 janar, që kujtoni dhe festoni juve? Si shoqëri në Myzeqe? Si shoqëri në Myzeqe? Në fakt, unë po shikoja, po lexoja pak në lidhje me lindjen e Ismail Qemalit, por isha pak... Ka qenë lindje vështirë? Jo, po ka dyshime, sepse disa data janë në 16 dhe disa data janë në 24 janar, edhe normalisht që kisha një lloj dyshimi se kush ishte data e saktë. Cila ishte data? Jo kush, cila ishte data saktë? Si përfundim, cila që saktë? Data e saktë, besoj që është data 24. Pse e beson ti? Po, kishte domethënë disa intervista që e thonin, edhe mendoj që... Mirë, këtë e kuptohet që... është 24, po me 16 që kujtonin dhe festoni ju? Në 16 në gjë interesante. Nuk është të pash përveç që Ismail Qemalit, se u mora me patriotin tonë kombëtar. Dhe më interesante, dikë që mund të festonim ditën e sotme, nuk është të pash një personazh. E ke seriozisht? Po. Si ta bëjmë? Do rim pa fest sot? Po rim pa fest, sepse kemi halli mjaftueshëm në Myzeqe. Kemi mjaftueshëm hall. Edhe kemi lënë pak pas dore. Mirë, me sushin ku jemi? Me sushin kemi bërë një sushi të ri ditën e sotme. Kemi bërë një sushi. Ua, se... Qa është ajo copa si për më qa ke vënë? Armë. Afro që se duke si top shu. Thashi Allah. Jemë më bërë. Armë më bërë. Ky sushi myzeqar, qa përmban? Duan si ke nënshtruar orizin. Tregoj pak njerëzve, qa trajtimi ke bërë? Por, orizin e kam zjerë... Mos më fillo fjali me por. Orizin e kam zjerë me pak lëngë mishi, edhe për dekor i kam vendosur një arë, sepse arra normalisht i bën dhe mirë shëndetit, dhe kështu, duke qenë se ne po krijojmë atë sushin ton, pse mos ta bënim me arë? Patjetër. Duke qenë se le të themi që orizin e kemi ngrënë një lloj supe, sepse kush nuk besoj që njerëzit nuk kanë bërë domethënë oriz me lëng mishi, por e veçanta është me këtë thelpiun e arrës që është sushi arre që goxha e shëndetshme. Po, sushi arre nga Myzeqe. Tani ku ndryshon nga sultjaçi kjo? Po, nga sultjaçi ndryshon sepse sultjaçi është komplet ndryshe, qumshti zjen orizin, pra orizi zjehet me qumësht, dhe i shtohet sheqer, ose pak kanel që mund ta përshije. Ndërsa kjo ndryshon, sepse orizi zjehet me ujë, edhe uji është lëngu pra i mishit i zjerë me herët, pastaj zjehet orizi. Një pyetje që vjen me email, o Armand, si të shkoj mendja të prodhosh diçka të tillë kaq origjinale? Por duke menduar, e filloj fjalën me por prap. Jo, më thash duke më menduar, por se por. Po pse e fiksuar me por, më por? Po ti filloj me por, se ti. Po jo, më thash duke u menduar. Duke u menduar, duke u përpjekur që ti të shikosh se çfarë mund të bësh diçka të re. Agroni nga Librazhi thot, jam përpjekur dhe unë të shpik gjëra të reja, po pse Armanit i shkon mendja dhe mua jo? Pas që është e prirje. Pyetje tjetër. Ka të bëjë me prirjen, ka të bëjë me pasionin, se sa do ta bësh atë gjë që ti do ta krijosh. Pyetje tjetër që vjen nga Jola 07 është Armand, cilat janë vlerat ushqyese të sushit tënd origjinal?
Vlerat me detaje nuk mund t'i them, sepse ka edhe vitamina që në një vitamin që edhe mund ta ngatroj, por mund të them bazën që duke ditur që orisi me lëngun e mishit ka vlera pozitive, po ashtu dhe arra ka vlera pozitive për trupin, normalisht që janë të bashkuara me njëra tjetrën, sepse njeriu për shembull ndonjëherë përton dhe thotë, "A më sa nga buku nuk po ha një kokorrat." Po duke konsumuar një kokorrat, normalisht që këtë bën mirë. Dhe duke ja pasur në ushqim, si kjo që kam përgatitur unë, thua, pa ha ushqimin, pra pas ushqim me arë, dhe normalisht që do konsumosh dhe arën, do konsumuar dhe arën, ti shton vitaminat ekstra trupit që i duhet. Dikush tjetër thotë, pse nuk e hedhën në tregu Arman, do bësh pare? Unë jap sugjerime, pastaj kushdo e merr dhe e gatuan në shtëpi dhe nuk është se dua që të bëj gjëra për treg, por po i bëj për sugjerime, ashtu si shtoja dikur mos hani fara, po bëni shtisa, tani po them, mos hani gjithmonë fast food, por bëni edhe në një gjë vetë, mos përtoni vetëm me të blerë. Kur do na bësh sushi me bamje? Sushi me bamje. Është çik vështirë tani që të gjesh bamje, sepse është periudhë dimri dhe kur të vi vera, pse jo? Kur të kemi bamje të mdjela. Një mesazh tjetër, ti thua me lëng mishi. Çfarë mishi ke përdorur? Mish pule. Okej, me mish pule këtë. Po me mish vit që bëhet? Nuk e di se se mund të dali, po besoj që bëhet, se nuk është ka në ndryshim, mund të bësh edhe me mish. Qartë. Mirë. Vici. Okej, Arman, ngeli, mbetemi kurioz se nesër çfarë do të krijosh? Një sushi të ri, një format të ri sushi. Nesër nuk e di se çfarë mund bëj. Po presim, sepse është çike vështirë që çfarë mund. Ne presim rritjen tënde. Dalim pak jashtë kornisave të sushit, dhe domethënë ne po themi po bëjmë sushi, po në vërtet nuk është se po bëjmë sushi. Se duke mos pasur mundësinë për të bërë sushin edhe duke i menjanuar elemente që sushi i vërtet ka, na duket që po bëjmë gatime të ndryshme, jo sushi. O zemra, ky është formati sushi bizdeqar. Se si e bëjnë japonezët punën e tyre. Ti bën sushin tënd. Po duhet t'i qëndrosh stelvit pra, se në qështë një themi po bëjmë tort. Dikush e bën tortën, po e bën me çokoladë, dikush e bën me krem, dikush e bën me... Ka formate ndryshme valla, s'ka si gjë. Po, ka, sepse, domethënë totalisht nga frutat e diellit që përdoret në sushi, dhe ajo mbështetja origjinale që ka sushi tradicional. Është tjetër gjë kjo. Po, pikërisht prandaj po them që duhet nuk mendoj që i përshtatet imri. Jo, sushi do quhet. Ajo sushi po formati muzikar, s'ka asgjë të keqe. S'ka asgjë këtë normale. Pra kemi byrek, po kemi edhe qumë shtur. Apo jo. Jam dakord, po ndryshojnë komplet elementet nga secila, sepse kjo pra shirësia. Po të marrim byreku bëhet me pet, ndërsa qumështuri me qumësht me vezë. Kjo është shirësia. Kështu që presim nesër risin në sushin myzeqar, që ai qan vetëm Armani myzeqes. Mirë, jemi me Olën në Shkodër, zemra mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, alo, mirëmëngjesi gjithë. Po, erdhi shiu edhe një herë tek ne. Urime. Sa po e morëm vetëm me thënë të drejtën, sepse dje patëm disa rrugë që u hapën nga uji, pra u largua uji, u mbyllen ato shkarkimet e Vaudesit të hidrocentralit, dhe situata u përmirësua disi. Mirë, nuk është një farë shiu, be pika. Jo, sigurisht, nuk është shi i dëndur, megjithse nga që është që do të ketë pra preshje, shiu banorët nuk rinë do të qetë, por shpresojmë që të mos kemi pra problematika. Hajde inshallah. Dje dolën në teren edhe ekspertët e dolën në sanë matjen e dëmëve në bujqësi dhe brenda një jave do dalim edhe ato llogaritove, thënë se si është ky lloj raporti, sa kanë qenë dëmet, dhe shpresojmë që persona që kanë patur dëme në bujqësi të dëmshpërblehen në një farë mënyre. Që ato e kërkojnë gjithmonë, por ndonjëherë marrin, ndonjëherë jo, varet e situata. Sigurisht edhe në zonën e Setit rruga u hap, por që
është kërkuar që prapë të kenë kujdes atë që lëvizin me automjete, sepse duhet patjetër të jenë të kujdesshëm apo të shoqërohen edhe me mjete të posaçme, për shkak se rreziku i orteqeve vazhdon të jetë akoma prezent. Të prisja për te këtë. Po pra, edhe bora ka ato efektet e saj. Megjithëse se ka pas njerëz që kanë shkuar edhe kanë vizituar pjesën e maleve për të parë borën edhe për të parë edhe për të kënaqur. Në hall, çka keni në hall? Jo, analistët tani me zor presin që do filloj parlamenti me datën 19, se ju kishte munguar, po. Dhe janë gjithë fye vesh, sepse sipas tyre do miratohen ca ligje edhe ca gjëra të reja. Dhe duan t'i ndjekin. Analistët janë kështu kurioz me seancën e parë. Dhe pjesa tjetër e qytetit në fakt doli një lajm që flitej për atë rimbursimin kush ka fëmijë në 18 vjeç. Dhe të gjithë po pyesin pikërisht për këtë gjë, sepse ma ato shifrat ekonomike që prezentohen, nuk është se i marrin shumë vesh, dhe thjesht kanë kuptuar 480.000 lekë të vjetra, që është thënë që do të marrin. Po kjo, më falë, vetëm këtë vit është? Apo edhe viti që vjen? Jo, ka hyrë në fuqi këtë vit dhe ndoshta do të jetë për gjithmonë, ato që kanë fëmijë në 18 vjeç. Apo, jepini. Ideja është që jo, e marrin vetëm ato që kanë pagat sipër minimale, pra mbi 500 dhe sipër. E kuptoj. Kështu që është po gjë tjetër kjo. Megjithatë, njerëzit duan të marrin informacione, ka patur edhe prej atyre që janë drejtuar pranë zyrave të tatim taksave për të kuptuar pak më tepër se si funksionon dhe çfarë bëhet. I kanë sqaruar. I kanë sqaruar që pak a shumë nuk e përfitoni, edhe mirupafshim. Edhe hapni syt. Po. Edhe dëgjojni lajmet më me kujdes tjera, kjo është ideja. Pastaj në fakt kemi patur gjatë ditës edhe këto gjërat e vogla që analistët kanë ndarë me njëri tjetrin. Për shembull dje komentuan edhe vizitën e ministres tonë në Ukrainë, e cila sigurisht tregoi, domethënë ato temperatura të ftohta, vizitoi një vend siç është Ukraina, që vazhdon të jetë në luftë dhe këto gjëra. Ajo e veshur se kanë hallë mos u ftoft. Po, nga që ne jemi një vend me një klimë pak më të bukur, edhe kjo është ideja. Ja, mirë vajti, e vesh kështu pak. Po, se ndikon edhe. Pamenak, Po. Mirë, mos harxhoni hallet me kështu. Jemi në rregull. Pamenak, qetësoj. Edhe po kishim edhe një gjë të mirë se u rrit pak dollari. Po. Edhe dollari nesër. Mirë. Po. Dhe me këtë rritje dollari vetëm në Shkodër dhe askund tjetër, i bie të dashurmiqit të mbyllim programin për ditën e sotme, duke ju uruar gjithëve një premte sa më të mbarë, sa më të këndshme, me sa më shumë humor dhe ndoshta me sa më shumë diell, me kismet. Kalofshi mirë dhe me kismet do të dëgjohemi e shikojemi sërish nesër në 7 pa 1 minutë. Tong.